Shqipëria dhe Italia kanë nisur bashkëpunimin strategjik në fushat e kujdesit shëndetësor, energjisë, mjedisit, industrisë, sigurisë dhe mbrojtjes, menaxhimit të migracionit, arsimit, inovacionit, diasporës, transformimit ekonomik dhe rritjes së zgjuar. Pas ceremonisë pritëse të kryeministrit Edi Rama dhe kabinetit qeveritar nga kryeministria Giorgia Meloni, qeveritë e dy vendeve kanë zhvilluar për herë të parë mbledhjen e përbashkët Shqipëri-Itali në Rom, pas së cilës është nënshkruar dhe shkëmbimi i marrëveshjes së bashkëpunimit midis shteteve nga të dy kryeministrat. Kjo mbledhje shënon nivelin më të lartë të bashkëpunimit mes dy shteteve. Rreth një muaj më parë, qeveria shqiptare miratoi në parim një marrëveshje bashkëpunimi me Italinë për të paktën 10 sektor. Në sektorin e mbrojtjes, Italia do të ofrojë pajisje dhe teknologji dhe në Shqipëri do të ndërtohet infrastrukturë detare për ndërtimin dhe mbajtjen e anijeve, si dhe zbatimin e nismave të trajtimit teknik dhe profesional. Në sektorin e energjisë po punohet për zgjerimin e bashkëpunimit bazuar në marrëveshjen trepalëshe midis Italisë, Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Shqipërisë, të nënshkruar në Abu Dhabi me 15 janar 2025, e cila parashikon prodhimin e energjisë së rinovueshme në Shqipëri dhe një ndërlidhje nëntëtare për energjinë e rinovueshme që lidh Italinë dhe Shqipërinë. Duke i referuar migracionit, të krijohet një grup i përbashkët pune për të thelluar bashkëpunimin në luftën kundër emigracionit të palishëm dhe për të forcuar aftësinë e patrullimit detar të Shqipërisë. Paralelisht është arritur një marrëveshje për të krijuar një sistem të mbrojtjes civile në Shqipëri për transferimin e ekspertizës profesionale. Referuar kujdesit shëndetësor, të dy vendet do të përqendrohen në shëndetin e nënës dhe të porsalindurit në Shqipëri, me ndërtimin e një departamenti neonatologjie në spitalin publik Koço Gliozheni në Tiranë. Vëmendje e madhe do t'i kushtohet gjithashtu zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturor, fal marrëveshjes kuadër që njeh zyrtarisht Kasa Depoziti e Prestiti në Shqipëri si një institucion financiar zhvillimi. Kjo do të forcojë më tej bashkëpunimin dypalësh ekonomik dhe infrastrukturor, duke përfshirë dhe mbështetjen teknike italiane për themelimin e bankës së re shqiptare të zhvillimit.